Kandidate e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës Ogerta Manasiriu zhvilloi një takim me një grup arkitektësh dhe urbanistësh, ku diskutuan për planin Tirana 2030 dhe projektin e nisur Rilindja Urbane 2, një nismë që synon të rikthejë hapësirat publike në funksion të komunitetit, duke krijuar më shumë gjelbërim, më shumë hapësira për arktim, sport dhe çlodhje në çdo lagje të qytetit. Në bashkëbisedimi me arkitektët dhe urbanistët, Manasiriu theksoi rëndësinë e përfshirjes së profesionistëve në ndërtimin e një qyteti me dimensione të reja. Janë shumë arkitektë që janë angazhuar në një tjetër plan të mirëfillt që lidhet me hapësirat publike dhe që lidhet me zhvillimin e këtyre hapësirave në funksion të komunitetit, një tjetër dimension social që qyteti ka nevojë t'i japim për të ndërtuar atë bashkëjetesën e shëndetshme mes të gjithë atyre të cilët kontribuojnë në qytet, por që duan të marrin nga qyteti më të mirën e tij. Duke folur për vizionin konkret të programit Tirana 2030, Manasiriu nënvizoi se projekti Rilindja Urbane 2 do të përfshijë më shumë se 1000 hapësira publike në të gjithë qytetin që do të vijë në shërbim të komuniteteve në çdo lagje. Janë më shumë se 1000 hapësira, të cilat janë 1000 mini zona, 1000 mundësi në cilat ne mund të punojmë për t'ia kthyer komunitetit në zona të cilat janë më të gjelbërta, me këndë lojrash, me një kënd sportiv, me mjediset shlodhëse për të moshuarit. Qyteti ka nevojë të shtohen vlera në mënyrë që jo vetëm ne të jemi krenar për atë punë që do të bëjmë, edhe që po bëjmë sigurisht, por edhe për atë që t'i lëmë fëmijëve tanë. Ky program shënon një fazë të re të zhvillimit urban të Tiranës, ku bashkëpunimi mes institucioneve, profesionistëve dhe komunitetit bëhet themel për ndërtimin e një qyteti më të jetueshëm, më gjithëpërfshirës dhe më social.